Mirëmbrëma lap. Mirëmbrëma kalohet demokracisë, mirëmbrëma themelive të lidhjes demokratike të Kosovës. Po bëhemi sërish bashk edhe një herë në shtëpinë tonë të lidhjes demokratike, llapin e Enverit, llapin e Xhemës, llapin e Zahirit, llapin e Akifit, i Lirit e Aliut, llapin e patriotëve, e dëshmorëve, llapin e vet Ibrahim Rrugovës. Unë mblodhëm edhe një herë për dhënë kushtrimin e qartë nga këtu në Kosovë anë mban llapi i lidhjes demokratike të Kosovës është ngritur tashmë në këmbë më 12 tetor, don veç fitore dhe asgjë më pak se kaq. Dhe sonte prej këtij qyteti po niset sërish një thirrje e madhe, thirrja e vet llapit për gjithë Kosovën. Thirrja e ndershmërisë ndaj mashtrimit, e punës ndaj propagandës, e vlerës ndaj arrogancës së paparë që kemi pa në llap. Sot nis fundi i arrogancës, sot nis fundi i propagandës, sot nis fundi i mashtrimit, sot llapi kthehet në folenë vet politike, lidhjen demokratike të Kosovës. Sepse Podojeva ka shtëpi politike, ka shtëpi shpirtërore, ka shtëpi historike, dhe ajo shtëpi është veç lidhja demokratike e Kosovës. Aty ku fjala mbahet, ku dërshmëria vlen, ku puna shihet, ku qytetari respektohet. Këtë e din të gjithë, e din dhe kundërshtarët tonë politik, e din edhe ata që për vite kanë dashur të thonë se LDK-ja ka mbaruar llap, LDK-ja është e fortë, LDK-ja po ringrihet, LDK po fiton përfundimisht llap. Dashur qytetar të llapit, dridhja e madhe sot duhet vi si përgjigje ndaj atyre që për 5 vite ju morën gjithçka e ju dhan pak. Dhe kjo është e vërteta idhur e juaja. Si në nivel qendror, ashtu edhe në atë lokal, Podojevës dhe llapit këta nuk i kanë dalë as për së afër mi hak. U morën votat, u premtuan rrugët e magjistralet, spitalet e shkollat, ngrotoret, ujën e milionat, 5 vite shkuan plot, llapit nuk i dhan asgjë. Shini për vete rreth e për qark, 5 vite të plota të mbushura me propagandë, pa projekte. 5 vite të plota të mbushura me sharje, me ofendime, pa asnjë rezultat. 5 vite të plota me premtime të thata, pa zhvillime. Sharja e ofendimi janë për të ligët e doptit, puna është për të fortit, LDK është e fort, do të mbetet e fort, LDK dje, LDK sot, LDK për gjithmonë. Dhe tani janë në panik, janë në frikë e panik, sepse populli i pa, llapi i pa, dhe llapi nuk falë, s'do të falë me 12 tetor, prandaj dashur qytetar, koha e tyre ka marrë fund, po niset poka e doktor Ekrem Hysenit në Podojevë. Ekremi është njeri i Podojevës, është bir i këtij qyteti, është njeri i ndershëm, para së gjithash, i përkushtuar, i gatshëm të marrë përgjegjësi. Ai nuk e sheh politikën si privilegj, por si shërbim. Ai nuk e sheh pushtetin si mundësi për përfitim, por si mundësi për dhënë kontribut. Ai nuk premton gjëra të pamundura, por jep fjalën për gjëra të arritshme dhe fjalën e tij të dashur qytetar Ekremi e mban. Ky
është dallimi ynë me të tjerët. Ata flasim, ne punojmë. Ata premtojnë, ne realizojmë. Ata mashtrojmë, ne mbaj fjalën. Ata harrojnë, ne kujtojmë. Ata shfrytëzojnë, ne shërbejnë. Dhe kur ata shojnë e ofendojnë aq larg, sa dhe prekin tragjedit historike të popullit llapjan, vuajtjet tuaja tona, të familjeve tona, atëherë kuptojmë veç një gjë. E kuptojmë se po humbin ata, ne po fitojmë. Po fitojmë. Po fitojmë sepse nuk shojmë, nuk vjedhim, nuk godasim qytetar, ne nuk tradhtojmë vlera, ne nuk përdorim goditjet e ulta, ne jemi faqebardh. Siç na mëson LDK-ja, ju përballin faqebardh. Siç na mëson LDK-ja, ju sfidojnë faqebardh. Siç na mëson LDK-ja, do t'ju mundi me 12 tetor faqebardh. Dhe me kremin në krye, po djeva do të ketë kryetarin që e meriton, do të ketë kryetarin që nuk fshihet në zyrë, por del mes qytetarëve ti. Do të ketë kryetarin që nuk harron qytetin, por e ngrej atë lart në nivele që vërtet e meritojnë. Do të ketë kryetarin që nuk ik nga përgjegjësia, por e merr mbi vete secilin përgjegjësi. Dhe t'ju them sot këtu, Ekrem Hyseni nuk është vetëm, me vete ka gjithë lidhjen demokratike të Kosovës. Ka gjithë lidhjen demokratike të Kosovës, por para së gjithash, e mbi të gjitha, ka një listë të jashtëzakonshme për kuvend komunal. Ju ftoj për një dorë rëkitje të madhe, për këta burra e gra në 2 anët tonë, që do të bëjnë listën e fitores së 12 tetorit. Janë një listë e mbushur me njerëz të ndershëm, me profesionist, me qytetar para së gjithashtë përkushtuar, që nuk hyjnë politikë për privilegj, por janë politikë për shërbim. Një ekip që është garancia e qeverisë së mirë, një ekip që është garancia e fitores të lidhjes demokratike të Kosovës. Të dashur qytetar, këto zgjedhje, ta kuptoni, nuk janë vetëm për një komunë, janë shumë më tepër se kaq. Janë një provë e madhe politike për Republikën e Kosovës. Një test se në çfarë drejtimi po shkon vendi ynë. Drejt mashtrimit, drejt shtëndërtimit, drejt shkatërimit apo drejt ndërtimit të institucioneve. Në çdo qytet, në çdo komunë, njerëzit e Kosovës po kërkojnë shpresë. Dhe kjo fjalë shprese duhet e do të nisë nga ju, nga Podojeva, nga Llapi, nga pasioni ku LDK-ja lindi, ku LDK-ja u rrit dhe ku LDK-ja s'do dorëzohet asnjëherë. LDK-ja nuk është veç një parti, LDK-ja është mendësi, është kulturë politike, është mënyrë e tjetuarit në shtet. Ne jemi lidhja që ndërtuam institucionet që rujtëm demokracinë, që mbajtëm Kosovën në krah të miqve. Ne jemi lidhja që nuk e kemi një llosur pushtetin më për karrierë tonë, që nuk e kemi përdorur shtetin për rakmarrje, që nuk e kemi shitur dinjitetin e vendit për interesa elektorale personale. Prandaj këto zgjedhje janë shumë më tepër se sa veç për një kryetar komune. Janë për drejtimin që do të marrë vendi, janë për të ndalur rënien, për të bërë Kosovën e ta kthyer në pinarët e saj origjinale. Fitoria e LDK-s në Podejev është shumë më tepër se fitore lokale. Është sinjali që po e presim nga herë. Është sinjali që Kosova po zgjohet. Është mesazhi që qytetaria po ngrihet, që politika po pastrohet, që shpresa po rikthehet. Dhe kur të fitoj LDK-ja në Llap, do të marrë frymë e lehtësuar e gjithë Republika e Kosovës. Kur LDK-ja të fitojnë Llap, jemi kthyer në vendin tonë, shtëpinë tonë, aty ku kemi lindur për herë, nga 23 dhjetori vitit 1989 deri më sot, liri, pavarësi, demokraci. LDK
është emri ynë, 113 është numri ynë, Ekrem Hyseni është kryetari i arshëm i PD-s. Këta janë kandidatët tonë. Zoti ju bekov gjithve. Ju faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme që jepni shtëpisë tonë politike. Ju faleminderit vëllap. Ky ndryshim e transformim po e nisni ju sepse jehona fitore së lidhjes demokratike të Ibrahim Rrugovës po ndihet sonte nga këtu në çdo shtëpi, në çdo lagje, në çdo fshat. Të dashur qytetar, për 30 ditë rresht ju i hapët dyert e shtëpive tuaja, na pritet bashkë biseduam për hallet e kërkesat tuaja dhe për projektet tona. Në çdo kohë e në çdo vend gjetëm vetëm frymën e fitores, në të cilën sonte keni bardh këtu e me 12 tetor e çoni në kutitë e votimit. Nuk ka ndjenjë më të mirë e nuk ka fitore më të madhe se sa të bashkohen njerëzit e sinqert, besnik, e të përkushtuar siç jeni ju. Sepse me ne ju u bashkuat edhe shumë të tjerë janë me ne sot e që ishin me ata, ikën nga ata e erdhen tek ne.